Bob tha, mu tha po më duket që ka orë rasti që t'i ribashkojmë trojet shqiptare. Fatosi u tregu në çdo betejë një nga ushtarët më zellshëm dhe më trim që ka treguar në betejat e sidomos në Grykën e Llapërshnikut. Ai ka qenë në vijat e para të frontit. Qofse aksion, qofse ofenziv, ka qenë gjithmonë në të parët. Nuk ka aksion në pranverën e vitit 98 që në shitet operative Plumbi kanë ndërmarrë, vepru apo kry, e që Fatosi nuk ka qenë i gatshëm apo nuk ka qenë në balë të këtyre aksioneve. Tha, i ndalova paramilitarët që mos në gjitën tek ne. Për arsye se në afërsitë tonë ishte edhe një popullat shumë e madhe. Me tërë vullnetin shpirtëror ka qenë i përkushtuar me luftën për lirinë e Kosovës. Familja Krasniqi e negrocit të Drenasit, përkatësisht ajo e Avdullah Toxhës, Krasniqit, në vazhdimsi në të gjitha periudat e sfidat në për të cilat ka kaluar populli shqiptar, është dëshmuar si familje atdhetare. Hysen Toxha kishte e bashkëpunuar edhe me Bajram Curin dhe Idris Seferin. Kështu, brez pas brezi, antarët e kësaj familje të madhe, bujare dhe fisnike, morën pjesë në mënyrë aktive në të gjitha lëvizjet kombëtare për liri e pavarësi. Njëri ndër veprimtarët e shquar të rezistencës kundër regjimit okupues serb, padyshim ishte edhe Sherif Avdullah Krasniqi. Ai ishte edukatori brezit të ri. Sherifi për veprimtari kombëtare, pjesëmarrje në demonstratat e njohura gjithpopullore të pranverës së vitit 1981, ishte dënuar me 10 vjet burg. Po Sherif Krasniqi, apo se që quajnë mësuesi jonë, ka qenë pjesë e lëvizjes ilegale. Si veprimtar i atij rajonit dhe unë si ish nxënës i tij, do thotë kam pas fatin që të bashkëveproj me të në fillet e para të formimit të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Normalisht që do të duhej të besoja, do të duhej natyrë shumë të respektoja, natyrë shumë të isha afër Sherifit, si burgosën politik në ato vite, Jakub Krasniqit, Pajazit Krasniqit dhe arsimtarëve dhe pedagogëve tjerë që tashmë ishin të dëshmuar në rajonin e fshatit Negravës dhe Voçak. Duke qenë afër tyre, unë kisha pasur shumë më të lehtë organizimin dhe shtrirjen e aktivitetit të njësiteve guerile të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Duke përdorur, si me thonë, metodat konspirative të kohës, unë me mësuesin Sherif i kisha hapur, si me thonë, tash gjithë atë që ishëm duke bërë me shumë shok tjerë, dhe Sherifi ishte informuar në fillim vitet, si me thonë, 90-ta për angazhimin tonë, por mbi gjitha ishte informuar në fund të 97-ës dhe në fillim të 98-ës për veprime konkrete guerile të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ky dokumentar i kushtohet njërit prej luftëtarëve të parë të njësitit të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, Pëllumbi, Fatos Sherif Krasniqit. Fatosi është lindur më 10 tetor të vitit 1970 në Negroc të Drenasit. Shkollimin fillor e kreu në vendlindje, kurse atë të mesëm në Drenas. Fatos Sherif Krasniqi kishte pasur fatin, si shumë fëmijë të tjerë të Kosovës, të rritej e të burrohej me ndjenjën e dhembjes, por edhe të krenarisë për baban Sherifin, një mësues dhe i burgosur politik. Ka qenë aq lozonjar, ka qenë aq i dashur, sa që të gjithë fëmijët e lagjës i tu bënte dhe lloj lojrash bante me ta. Në mesin e lojrave që i bënte ai, i bënte lojra edhe me pushk, ty mshef pas objekteve të ndryshme, po edhe me shpatë. Me siguri se kish pa filmin e Skënderbeu dhe donë të ta emitoj. Gjatë shkollimit ka qenë nxënës shembullor, shumë i urtë, i sjellshëm, po jashtëzakonisht i interesuar sidomos për gjumë edhe për tregime historike. Ato i ka pas
në gjenjen e ka pas që edhe knaqësit madhe me ndëgjua një tregim historik, reciton të mirë, po edhe këndon të nga pak. Sidomos i preferon të këngë të Fatime Sokolit, mentor Gjemalin e emiton të ka to që shkonte. Në edukimin atletar të Fatosit, ndikim të madh ka pasur gjyshi i tij, Avdullahu, babai i Sherifi, dhe sidomos nga veprimtari atletar nga kushëriri Jakub Krasniqi, Shaban Shala, Hafir Shala, Pajazit Krasniqi, Ferat Shala, Femila Drovci, Adem Demaci, të cilët kishin qëndruar shpesh në odën e familjes së tij. Fatosi kishte ndjekur me kurreshtje rrëfimet e tyre. Me babën ka nej shumë, gjyshin e ka dash, po edhe gjyshi e ka dash. Baba bënte dhëm të shpatave, ullë aty, ajo afrante, ajo me siguri i tregonte dhe pyeste. Në një moment interesohet edhe pyeste gjysh, apo më tregon pse të kanë marrë milicia me të qunë burg në Ravec. Do më thonë qash ka qenë interesuar edhe kishë dëgjua për burgosin e tina. Kështu që baba i tregon ato, pse, tek, shkort baba i thot po, thot se i lodhru kam qenë një natë, ja tregon atë në gjarin krejt, dhe e shova edhe nema Titon. A ka zog në burg? E kishte pyetur Fatosi i vogël disa herë të atin Sherifin, gjatë vizitave që ja bënte atij në burgun serb. Në vitin 1982 erë në vizit nona, vllai i madh, Fatosi edhe shoqja. Edhe atë ditë kishte qenë ajo salla ku ne e bënim vizitën, kishte qenë dikush tjetër. Sepse vishin, ka pas shqiptar shumë, aty 82 diçka, po. Edhe në mund në qunë një zyre. Aty ishte një vazo ku ishte edhe qëndronte edhe një zog. Aja kishte vrejt zogun, se shetiste në për nuk ullë, absolut, herë në krah tem, herë alena, një moment u afrua dhe po më thëtë, tha, bab, thash fal, tha, a ka zëjtë sa në burga? Thash po virtë, pa peshe, që ku nga këtu. Po tha, a mund burgosën? Tha zëjtë të Shqiponjes tonë. Po thash, nuk mund burgosën. Mund të merren, po nuk mund burgosën. Dhe isha unë të qaroj ato diçka, po me gjitha të thash, këto e lam, thash edhe kur të vitë të shpia, thash ta qaroj krejt çështjen e zogjve të Shqiponjes. Kështu që me këto fjallë edhe do më tha përfundoj edhe vizita, po ishte shumë kurreshtar për gjërat të cilat e preknin çështjen kombëtare, sipas tij, sipas mendimit të tij, si fëmijë i vogël ai. Fatosi, si nxënës i shkollës së mesme teknike në Drenas, bashkë me shokët dhe shoqet e klasës, ka marrë pjesë në demonstratat gjithpopullore në Drenas dhe në Prishtinë, kundër dhunës sistematike të regjimit serb ndaj shqiptarëve e sidomos për mbrojtjen e shkollës shqipe. Fatosin e ka njohur se nga shkolla mesme, nga fëmijëria e shkollës mesme. Do me thonë, çdo herë ai kur kemi qenë bashkë, çdo herë ka qenë kundër atij regjimi, çdo herë ka qenë i përkushtuar që të këshyrëm, të bëjmë ndonjë aksion, të bëjmë ndonjë protestë, ndonjë demonstrat, ku në atë kohë u bën shumë demonstrata dhe çdo herë kemi qenë pjesëmarrës të aty në demonstratave, duke na stimuluar edhe Fatosin përgjithësi. Me fillimin e demonstratave në vitet 89-90, ai ka qenë gjithë një angazhuar. Edhe mas 2-3 dite mas përfundimit të demonstratave, kanë ardhur kanë policia të shtëpia, 3 net ose 4 tash po harroj sa e kanë marrë në shel, në nuk e di shumë edhe ku është, se telefona s'ka pas me ditë ku, me shku drejt në stacion nuk guzojshëm, se ishëm gjithë si tërë me pikën e kuqe, e me gjithat mas 3-4 dite u liru. Po gjithë ka qenë tani i drojtur prej arrestimeve të një pas njëshme që ndashin. Unë jam krenar që kisha nxënës Fatosin. Ai ishte në vitet 89 dhe 90.
Ato vite ishin shumë të vështira dhe mësimi zhvilloi në rrethona të vështira. Fatosi ishte nxënës i shkëlqyeshëm, i urtë dhe shumë i edukuar. Ai ishte i qetë, por në çdo moment ishte i gatshëm t'u ndihmonte bashkëmoshatarëve të tyre. Ai i respektonte shumë mësimdhënësit e tij. Ka marrë pjesë në demonstratat që mbajt për mbrojtjen e shkollës shqipe. Me Fatosin kemi qenë në shkollë të bashku, kemi shumë kujtime. Para se të fillonte lufta, ne bisedonim me të për çështje se si të organizohemi. Pasi populli shqiptar i Kosovës ishte ballafaquar me një represion sistematik shtetëror serb, që bëhej me qëllim të spastrimit etnik dhe ndryshimit të strukturës nacionale të popullsisë dhe rikolonizimit të Kosovës në fundvitet 90, ishin shterrur të gjitha opsionet për zgjidhjen e problemit të Kosovës me rrugë paqësore. Kështu në skenë doli ushtria çlirimtare e Kosovës dhe filluan aksionet e saj guerile kundër forcave ushtarake dhe policore serbe në Drenicë, Lap dhe Dukagjin. Vjen një fazë tjetër pastaj ku Sherif Krasniqi si burgosën dhe njëri autoritativ në atë rajon propagandante, organizante, masivizante gjitha shtresat e shoqërisë drejt idealit të përbashkët, drejt fuqizimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ndër celulat e para të UÇK-s në komunën e Drenasit ishin ato në fshatin Negroc, Vuçak e Gjergjic, Kisharek, Lapushnik, Arllat e fshatra tjera të kësaj pjese të Drenicës. Në organizimin e njësitit të parë me Selinë Vuçak, pikërisht në familjen adretare të Ferat Shalës, kontribut të rëndësishëm kishin dhënë Ferati me Jakub Krasniqin, Azem Sylen, Gjeladin Gashin, Nait Hasanin, Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Shaban Shalën, Hafir Shalën, Fehmi Ladrovcin, Sokol Bashotën, Sokol Krasniqin, Idris Hysenajn, Pajazit Krasniqin, Sherif Krasniqin dhe adretar të tjerë. Fillimi i luftës frontale midis njësiteve guerile të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Kosovë, e sidomos pas betejës së Likoshanit dhe Qirezit, epopesë së lavdishme në Prekaz më 5, 6 e 7 mars 1998 dhe rënjes së komandantit legjendar të UÇK-s Adem Jashari, te rinia shqiptare, pra edhe te Fatos Krasniqi, u ngulitën thellë në mendjen e tij. Babai i Sherifi kujton fjalët e Fatosit kur shkuan në varrimin e dëshmorëve në Qirez e Likoshan. Ishte kënaqësi për mua ajo që edhe djalin me pas pranë veti në një luftë çlirimtare, në një luftë, po them, kombëtare me vlerat mëdha të jashtëzakonshme. Dhe në një moment të shkueshëm për Qirez, sa bab tha, mua tha po më duket që ka ardhur rasti që t'i ribashkojmë trojet shqiptare. Këtë herë duhet ta shfrytëzojmë me ngullin më të madhe dhe të arrijmë fitoren, përfundimisht të bëjmë edhe ribashkimin e kombit. Unë veç për ndëgjoj, ja po flet. Edhe ma në fund ja dhash edhe unë përgjigjen time, po gjatë ton rrugës vetë bisedonte vetëm qysh fitohet liria, qysh fitohet, bëhet klirimi i Kosovës edhe të bëhet edhe ribashkimi i kombit. Mësuesi Sherif i informon edhe djemtë e tij se tashmë ushtria çlirimtare e Kosovës po kalon në një nivel tjetër organizativ dhe operativ dhe tashmë kishim një strukturë, si me thonë, të mirë organizuar, dhe pse ishim për nga numri pak në pranverën e hershme të 98-s, dhe një ditë për ditë është papritmas shoh të dyert e mia dhe familjen. Në fshatin Vuçak vjen mësuesi Sherif me 2 djemtë, me Agimin dhe me Fatosin. Sa po dole a kuptova që tashmë ai kishte informuar dhe pas informatës që u kishte dhënë djemve mësuesi Sherif, ata të dy, si me thonë, kishin bën garë që unë do të shkoj dhe në një aspekt pasi nuk kishte arrit t'i bind që njëri duhet të mbetet në familje,
erdhën të tret tek dera ime e familjes. Dola, bisedova, i prita dhe në një farforme të gjithë një zërit të tret insistonin që duhet të jenë pjesë, edhe pse tashmë mësu Sharif ishte pjesë aktive e lëvizjes dhe e luftës tonë. Dhe unë kisha dilemin e parë tash se si të veproj, sepse insiston të Agimi, po insiston të edhe Fatosi me këmbgulje. Pas një debati që me thonë shumë interesant, shumë emocional, shumë këmbgulës të Fatosit, edhe pse unë qëndrimin e kisha që Agimin të marrë, thëmë vërtetën që ishte më i vjetër, ajë tashmo insistoj që unë do t'jem pa tjetër ushtari shtrisë të rimtarët Kosovës. Në këtë relacion marrë vendimin që, i thamë atëherë, mësuesi Sharif dhe Fatosi janë nga sot dhe në një farforme armatosën dhe janë pjesë e njësitit operativ Plumbi. Gjatë rrugës ka bisedoj shumë i vendosëm të dytë. Po ko shkum aty Ferati në tha, në dytë tha nuk banë, tha edhe mësuesi tha është aty, tha dhe jo dytë tha po banë, tha pak tepër. Do të menaj dikush ta me familje. Se vllavi vogël ka qenë i vogël, sa vit ka i ka pas 3-14 vjet ka pas më shumë. Edhe aty vendosëm të herë tu i thonë une, hera june. Edhe aty pak unë gatrum në dyne mes veti. Agimi mi, si me thonë, gjysëm i zhgënyer me ne për kundër asaj, e binda që Agimi duhet kthehet në familje dhe duhet vazhdoj jetën, sepse na vjen një moment kur ai edhe mund të bashkohet, po edhe mund të ndihmoj në një fazë tjetër, sepse ishte krejtësisht për mu e parësyshme në rrethona çfarë kisha që të tretë kyçeshin. Po ai me fjalën që e tha bac, tha, mu tha po më vjen keq, tha me thonë, tha po unë kam tha një djalë, sa ju martu para meje, një vit, unë kam tha një djalë, tha ti s'ki fëmijë hiç hale ende, edhe pse isha unë i martuar, po një vit mas tina, edhe më tha unë e kam vendosur me shku, tha se unë kam djalë, ti s'ki, tha rrit ti, tha unë tha po shkoj. Edhe me ato dhe më Ferati e pranoj, Fatosin e pranoj, nuk që kë mu, me gjithata Agim tha prit, masa ne tha kemi, nërta në duhet, pa tjetër, po edhe pse s'kam qenë, shtu janë angazhuar drejt pas drejti, kam qenë rregullisht, kam qenë me ushtrisë shqiptare të Kosovës. Prej ato, edhe pse unë njihsha edhe si të ri të rajonit tonë, njihsha edhe si djalë edhe si fëmijë të mësuesit Sharif, në këtë relacion do thot ishin momentet e para ku Fatosi tashmë me tërë qenjen e tij ishte pranë meje, pranë njësitave operative Plumbi, pranë luftës së lavdishme qërimtare në fshatrat e Grykës Llaposhnikut, duke filluar nga Voçaku, Negrovci, Gjergjaj, Llaposhnik, Orllat, Komoran, pastaj në Kishnarek, në Balinc dhe në disa fshatra tjera ku e kërkonte, si me thonë, koha apo ku e kërkonin aksionet e kështu me radhë. Në fillimet e para të celulave të para të UÇK-s, me Fatosin jemi inkuadruar së bashku, edhe të gjitha detyrat i kemi kryer me përpikmëri, duke u bazuar në ato që pretendonim të kryenim me nder, sukses dhe krenari. Po thuaj çdo shtëpi e odë në Negroc, Vuçak e Gjergjic, ishte bazë e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës. Ndër bazat kryesore ishin odat e familjes së Jakub Krasniqit, Ajet Bajrush Krasniqit, Shaban Shalës, Ferat Shalës, Halim Krasniqit, Riza Krasniqit, Rahim Amrush Krasniqit, Hysen Krasniqit, Ismet Krasniqit, Abdyl e Sefer Krasniqit, ku vepronin shtabet, furra, kuzhina, ambulanca dhe shërbimet logjistike. Të gjithë banorët e Negrocit dhe fshatrave përreth, sidomos të rinjt, por edhe të moshuarit, ishin në shërbim të plot të luftës çlirimtare. Në prill, maj, qershor dhe korrik të vitit 1998, Fatos Krasniqi bashkë me luftëtarët e tjerë të njësitit Plumbi organizuan aksione dhe sulme guerile ndaj policisë serbe në Grykën e Llaposhnikut, në Balinc, Gjergjic, Arllat dhe fshatra tjera të kësaj zone strategjike. Nuk ka aksion në pranverën e vitit 98 që njësitet operative Plumbi kanë ndërmarrë, vepru apo kry, e që Fatosi nuk ka qenë i gatshëm apo nuk ka qenë në balë të këtyre aksioneve. Ka marrë pjesë në të gjitha aksionet e asaj pranvere, që nga Gjergjaj, Balinci, në Llaposhnik, në hyrjet Negrovcit, Orllat, në betejat e Grykës Llaposhnikut, por edhe në aksionet tjera tepër të veçanta që njësitet tona ndërmerrnin për përgatitjen dhe
si me thonë, shtrirjen e ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, që ishin shpesh herë aksione të vogla, por që ishin tepër të rëndësishme për të prezantuar ushtria qëndrimtare të Kosovës, për të reflektuar apo për të kryer aksione dhe nga njerë, si me thonë, simbolike, por tepër të rëndësishme për kohën dhe momentin që kishim si njësitë operative dhe si ushtrisë qëndrimtare e Kosovës. I rritur si djalë patriot me një platformë të qartë për çështjen kombëtare, ka qenë njëri ndër ushtarët më të parë të njësive tonë, njësitit Pllumbi, bile edhe bunkerat e parë, trashet e para, ka qenë njëri që ka ndihmuar çdo kon. Patosi pa marrë parasysh detyrat e policit ushtarak, ai ka qenë në vijat e para të frontit. Qofse aksion, qofse ofenziv, ka qenë gjithmonë ndër të parët. Mirë, por në aksionin e parë, mërmje Balincit edhe Gjurgjicës, ai ka qenë bashkë me neve, bashkë me njësitën Pllumbi edhe njësitën Lumi. Ka qenë një djalë shumë i urtë, shumë i qetë, djalë që ka respektuar urdhat ose diçka që ju ka dhënë nga lart, ai e ka respektuar dhe e ka qenë deri në fund çdo veprim, çdo aksion. Me Fates Sherif Krasniqi na ndojnë shumë betejë, shumë bashkëveprime. Një njeri që me tërë energjinë e vet edhe guximin, me tërë vullnetin shpirtëror ka qenë i përkushtuar me luftën për lirinë e Kosovës. Në ndojnë betejat në Gjurgjicë, në Graftë, në Lapushnik, në Gryk Lapushnikit, sidomos ka qenë lufta ma për mbylljen e Grykës të Lapushnikit, ka qenë një ndër betejat ma rëndësishme se përket damet që u ka shkaktuar në amikut të cilën e kishim përballë. Edhe u angazhuan të e po shkatësinë e tina, edhe vullnetin e tina për luftë, edhe është saktuar edhe si policë ushtarake i ushtrisë qendrore të Kosovës, të cilën detyra ka kryer me shumë përkushtimëri, me shumë vullnet. Mori pjesë aktive, fuqishëm dhe i dalluar në aksionet e mbylljes së Grykës së Lapushnikut, ku praktikisht me 9 maj ne edhe fizikisht, si me thonë, kishim arrit që ta mbyllim Grykën e Lapushnikut dhe të kontrollonim. Nga ajo ditë, Fatosi tashmë ishte në vijën e parë të frontit, në gjitha lagjet ku operonte njësiti operativ Pllumbi, në gjitha formacionet, me detyra shumë të veçanta, të cilat parimisht i kishte marrë nga, si me thonë, shtabi i njësitit operativ Pllumbi. Me 9 maj, pra ka qenë një nga ushtarët më të përkushtuar që në betejën e Grykës Lapushnikit të dalim sa më fitimtar. Kemi qenë të bindur se fitoria do t'jetë e jona, pavarësisht arsenalit të cilin e ka poseduar Serbia. Ne me kretat arsenalit që kemi pas, çdo herë kemi qenë të përkushtuar që ne do t'jemi fitimtar. Fatosi u tregu në çdo betejë një nga ushtarët më zellshëm dhe më trim që ka treguar në betejat e sidomos në Grykën e Lapushnikut. Fatosi tregoi që bili për luftën në Grykën e Lapushnikut kur e ka treguar një luftë shumë tashpër. Ka qenë me i merrem Alushanin bashk në atë farë zonën domon aty, po megjithatë ka pas shok të mirë shumë. Vishin të natyrishin, tregojshin ngjarjet që kanë luftuar, që kanë ju ka ra dhev kukës, pe minahesave, pe granatave, pe komorale që kanë gju, po megjithatë në ato raste ai ka shpëtuar, pse s'u shku me shpëtu, po ka dorë Zoti, ka shpëtuar. Nga arkivi ynë po shkëpusim edhe këtë deklaratë të njërit prej komandantëve të shquar të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës të zonës së Drenicës, heroi të Kosovës, General Shaban Shalës, për territoret e lira pas betejës së lavdishme të 9 majit në Lapushnik. Që nga data 9 maj 1998, këtu fshatra, këtu se duken, janë të çliruara tërësisht nga forcat tona shërimtare, nga ushtria shërimtare e Kosovës, Lapushniku, Krejkova, Damaneku, Negrovci, Voçaku, Gjergjica, Balinca, Lozica, Orllati dhe fshatra tjera më të tjerë. Fatosi, edhe pse u kom majri se ne, disa herë jam pas të ligë vetën Fatos të s'ki nevoj me marrë pjesë ku morëm na se të jeri, ki vetën për para, na me shku, po u ka i padashu me ne. Ka marrë pjesë, me tanë ka marrë pjesë, aj ka marrë me ne,
në Lapushnik, në Gjergjaj, në Lozit, në shotin tonë, në Radin. Duke qenë i tillë dhe duke qenë gjithmonë i gatshëm, ai kishte kriju edhe autoritet, ai kishte fitu edhe besim, ai kishte kriju respekt për veten e tij, por edhe për njësitin tonë, sepse shpeshherë ishte ballafaqur me situata të jashtëzakonshme, por ja kishte dalë me rezultat të shkëlqyeshëm edhe njerëzisht, po veçanërisht si ushtari i shtetimtarët të Kosovës. Ai më tash krynte detyra shumë të rëndësishme, si më thonë, të mbajtjes së rendit dhe të fuqizimit të njësiteve tona. Specifikat e mia, po edhe të kolegëve tjerë ishin që shpeshherë kërkonin kontroll, kërkonin administrim, kërkonin logjistik, kërkonin disiplinim të formacioneve tona që po rriteshin me shpejtësi të madhe, po kërkonin edhe komunikim me mosat e gjera edhe me qytetarët. Fatosi gjithkund edhe në çdo mënyrë ishte i gatshëm që të ballafaqohet, që të organizoj, që të menaxhoj në mënyrën më të mirë të mundshme gjithë atë që ndodhte edhe po vepronim ushtria shtetimtare e Kosovës. Shumë aksione tjera të aspektit logjistik dhe vullnetar që qytetarët e këtyre fshatra që sa i përmena më larg kishin ndërmarrë qoftë për hapjen e korridoreve rrugore për të lidhur me fshatrat e Drenicës qendrore, qoftë për fshatrat dhe nishitet tona në Mezveti, Fatosi ju kishte ndihmuar, i kishte pjesës logjistike, i kishte këshilluar, apo kishte asistuar personalisht duke dhënë sugjerimet, duke përcjellur, si më thonë, urdhëresat tona, apo dhe duke normalizuar situata tepër delikate që cilat normalisht që ishin krejtësisht të veçanta në rrethana lufte. Kujtohet një rast, ishin familje të rjeku nga fshatët tona, ishin të stacionuara në fshatin Tërdefs, dhe kishte kohë që unë e fëmijën nuk i kisha pa, dhe thash Fatos kam dëshirë shkoj të shoh fëmijën, edhe nuk me la vetë, po shkum bashkë, hangrëm darkë në Tërdefs, dhe u kthym çdo herë ka qenë i shoqënuar, kur në asnjë moment nuk ka menduar që ta le shokun vetëm. As në betejë, po as në jetë përditshme. Pas riorganizimit të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, njësiti ku kishte bërë pjesë Fatos Krasniqi shndërrohet në kompaninë e parë të batalionit të tretë të brigadës 113 Muj Krasniqi. Gjatë kohës së luftës, Fatosi përdorte armët e këmbësorisë, automatikun e Zollën, por si armë të pandashme i kishte edhe revolen dhe bombat e dorës. Këto armë ai i kishte shkrepur në sa e sa beteja kundër pushtuesit. Fatosi mbante shënim, po thujse dorëshkrim në një fletore që e shoqëronte gjithmonë pranë vetes. Ka ndodhur që shpesh ka ardhur dhe ka raportuar edhe me shkrim, po në rrethana lufte, do thotë nuk timin me shkrim, sepse kishte marrë evidencë dhe e lexonte dhe prap e merrte fletoren me veti. Ishte aq pedant, aq i sjellshëm, aq korrekt sa ishte tamam ushtarak. Pra sikur të krynte një akademi ushtarake. Dhe në këtë relacion, neve na kishte bërë përshtypje pedantria e tij, kultura e tij, mënyra e tij organizimit dhe menaxhimit situatave, mënyra zgjidhjes së problemeve pas betejave ishte shumë i lumtur. Pas atyre sukseseve dhe aksioneve ishte tepër entuziast. Dhe në një farforme bënte analizë për detajet operacionale të njësitit të ushtarëve apo edhe të vetë pjesës logjistike që çka dhe si kishëm operua, apo si kishëm zhjurë. Shkoj ke shtoj me qef, kam pu me shok, kam marrë pjesë në shumë beteja. Thëke që nuk po du mja lanë luftën ma Albinit, të shliroj në Kosovën. Edhe përdor këtë fjallën që darsëm pa mish nuk ka, dhe liri pa gjak nuk ka. Të osirë më theke, dhe ta fitojmë lirin. Edhe pse ish ma i ri, theke dhe ta fitojmë lirin. Pse pa gjak theke s'ka liri. Pas shumë humbjeve të mëdha që kishte përjetuar në mbar Kosovën ushtria dhe policia serbe, në shtator të vitit 1998, ndërmori një ofensiv të tmerrshme kundër njësiteve të UÇK-s në fshatrat e komunës së Drenasit dhe në rajonin ku vepronte brigada 113 e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, rrëz maleve të Kosmaqit dhe grykës së Lapushnikut.
Më 25 shtator, nga Prishtina dhe punkti famkeq i policisë në Komoran, ishin nisur forca të mëdha ushtarake dhe policore serbe në drejtim të fshatrave Lapushnik, Potërk, Arlat, Negroc, Vuçak, Bajic, Damanek, Tërdec, Grykas dhe ishin pozicionuar pikërisht në vargmalet e Kosmaqit, afër gurit të madh të Zebnikut. Fatosi me bashkëluftëtarët e tij, pas udhëzimit nga komandanti Ferhat Shala, ishin angazhuar në mbrojtjen e më se 50.000 civilëve të strehuar afër gradinës së Vuçakut. Lufta tashmë ishte zhvendosur, thuaj që në çdo lagj dhe fshatrave të Grykës së Lapushnikut, ne kishim dhënë urdhën që tashmë parimisht do duhet luftonim me njësitë të vogla, sepse lufta dhe vija frontale ishte e pamundur që të realizohej për shkak të specifikave të terrenit dhe gjeografisë së fshatrave tona. Dhe kishim dhënë urdhër që në grupe të vogla, në njësitë formacione 5 deri në 7 vet, të pozicionohen në pikat më strategjike të maleve tona në Kosmaqe, në pjesët e tjera të bjeshkëve të Vuçakut. Në këtë relacion, Fatosi bashkë me një grup shokësh kishte zonë pjesën e fund Kosmaqit atje që mbronte dhe, si me thonë, siguronte prapavijen tonë nga Gryka e Banjicës dhe nga pjesa e Tërdefcit. Më 25 shtator ishte ditë e premte rreth orës 3 pas dite, Ferhati na angazhon mu, Fatos Krasniqin, Naim Shalën dhe Smajl Krasniqin që të shkojmë të bëjmë verifikimin se a kanë hypë, si ka mundësi që të hypin forcat serbe në malet e Kosmaqit. Në malet e Kosmaqit jemi takuar me disa ushtarë të njësisë Guri 3. Atu jemi takuar me ushtarë dhe na kanë informuar si po në malet e Kosmaqit kanë depërtuar edhe forcat serbe këtu. Dhe kujdes, atu kemi filluar bashkë me ta, me ushtarët e njësisë Guri 3, kemi filluar luftimet nga ora 3-4 dikon për orës 4 vazhdite deri mbrëmje vend deri ka mbrëmja dikon ora 21 kemi luftuar në pozicionet e hapura me ushtarë dhe policë serb të cilët kishin depërtuar në malet e Kosmaqit. Mbrëmje vend kur kemi filluar jemi tërhequr dhe kemi vazhduar që të vim në gradinën të Vuçakut, gradinën e madhe që e thomë të Vuçakut. Rrugës të ardhur për gradinë jemi dakorduar me Fatosin në Naimin që të shkojmë të pajisëm me ushqim. Për shkak se ishim tan ditën pa bukë, Fatosi ka vazhduar te familja vet që të merr një pjesë të ushqimit, po ashtu edhe unë në Naimi kemi shkuar te familjet tona që të merrem dhe kemi lënë si pikë takimi mbrapa gradinës madhe rreth orës 23 takohem aty. Për herë të fundit me Fatosin më taku me 25 shtator ka ardhur të familja aty poshtë. Kemi ka natë, ne i thëmë tash qafe gradinës, dhe më ashtu u qujtë atëherë. Edhe atë natë jemi shkuën më e gradinë, na vetë unë e Fatosi me një qebi kemi nejtë, jemi mbulu, ta natën e lume, ka ra shi, pa ndërprejnë aty kemi nejtë, deri në mëngjes. Në mëngjes, kemi ardhur të familja poshtë, ku ka nejtë, jemi shu poshtë të lipru, i kemi mërë disa gjana ushqimore për familje, i kemi qunë altë. Unë e kam qenë Fatosi, një Avdullahi djali Agjes, edhe një Tezake Jonja Lindita. I kemi mërë disa gjëra, policini kemi pas me tha 300 metra vjajrore, po kemi pas 2 pushk, 1 zoll, edhe na 4 vetë që kemi qenë aty. Unë gjithë të më përpjet, shku me mërë me vllav në vogër, pa nuk nejti, atu përqafu me djallë, se ka pas djallin 2 vjeqar, edhe në ato raste unë gjithë më përpjet basë ta unë du me shku tha të shokt, se unë ishin krismat në Gryk të Banjicës. Unë me qitë dorën zemër i thash mos shko një herë, që të thotë situata se ishe rrëthëkuna ja pjesë. Basë ta e kom vendosë ta me shku tha unë, po ti tha me Arbenin, me vllav në vogël, këthe në këtu, tha unë e kom vendosë. Aty jemi përshëndet me ta, edhe më nuk kemi takuën. Për herë të fundit me Fatosin jam takuën ditën me 25 shtator. Në ora 10 në mëngjes dola në teren, Ferhati ishte anej, më thirrë me radiolidhe sa mësos del edhe këshyri nga pjesën anejna edhe sa të mundesh i këshillon qenë kujdesshëm, qenë strategji, por me gjithë ata luftën mos ta ndërprejnë deri në momentin e fundit. Sipas momenteve edhe zhvillimit të ngjarjeve dhe të veprojnë. Ishim duke luftuar në vargmolet e fshatrave Tërdefc, Banjic, Vuçak, Negros, në një rrëthim të hekurt nga okupatori. Edhe në një moment më kujtohet shumë mirë kur
u takova me të, më tha, i ndalova paramilitarët që mos në gjiten tek ne. Për arsye se në afërsitë tonë ishte edhe një popullat shumë e madhe, quajtur në grykën e Ramadanëve, dhe edhe aty bënim biseda se si mund t'i evakuojmë këtë popullat që mos të hynë armiku aty. Në një afërsi të madhe me forcat serbe, në vijën e parë të frontit, ishin Fatosi, Avdullah Krasniqi, djali i Xhaxhait të Fatosit, Naim Shala, Enver Bujupi, Gani Sadik Krasniqi, Afrim Krasniqi, Safet Krasniqi, Veli Krasniqi, Adem Krasniqi, Shefqet Ibrahimi, Ludzim Hyseni, Smail Krasniqi, Gjavit Kiqina, Recep Krasniqi, Melihat Hoxha, Mejit Shala dhe disa luftëtar të njësitit Guri 3. Rrethorës 3-5 ditë, 2 gjysmë 3-5 dite, fillojnë luftimet edhe ofanziva serbe fillojnë ofanzivën nga pjesa e Tërdevsit, fshatit Tërdevsit, lagja e Alinaviqe. Në afërsitë e gujit e Zebnikut, pozicionohem një numër i madh i ushtarëve të Oqukës. Edhe pozicionohem në afërsitë e në rrugës si vend i hapur, si fushë betejë, që më shumë më pak më pozicionu pozicionet e hapura, në mesin në anën e djathtë, këtë pozicion ishte Fatos Krasniqi. Në anën e djathtë timen ishte Fatosi. Në anën e majtë e kishte Naim Shalën. Nësa në anën e djathtë Fatosi e kishte Xhavitin, e kishte Avdullahin, Melihat Hoxha. Për në mesin e ushtarëve që ishin afërsi të pozicion me Fatosin aty. Pas orës 3:30, pas disa orë luftimesh, në këtë pjesë, në këtë pozicion, Fatosi ishte në anën e djathtët krajit tim dhe qohet në ngunjës, në gjumë dhe të mbush karikaturin. Pas disa orë luftime për mbush karikaturin. Në momentin që ngritën në gjumë për të ndru karikaturin me vendos karikaturin e ri, goditën nga një plumbë në afërsi shumë të hapën nga forcë, nga ushtarë dhe politë ushtarë serbë. Plumbi e kishte marrur në ballë dhe ishte i pamundër që ai të mbijetej. Roma e Fatosit po ishte sa ishte një goditje jaron, për ne po ishte edhe një ndërë dhe një krenari, edhe një guxim dhe një motiv shtesë se si duhet luftuan për këtu. Atë ditë e kemi lënë këtë për shkak se nuk kemi pasur mundësi ta tërheqim nga ky pozicion, për arsye se ishte tërë zona rrethuar, shiheshim fort mirë, pylli ka qenë shumë i vogël atëherë, edhe nuk ishte tjetër mundësi. E kemi lënë ashtu dhe e kemi vendosur një dush, ta quaj ashtu kushtimisht. Rënja tina, por rënja edhe disa kolegëve, shokëve, bashkëluftarëve që ranë ato ditë, siç është Skenderi, Ilaz Javori dhe disa bashkëluftëtarë të tjerë, normalisht që ishin dhimbje madhe, ishin humbje madhe, ishin, si me thonë, goditje që ne i kishim marrë në luftë pa barabartë me Komsarinë serbe. Kjo dhimbje u kthye në motivim, u kthye në rezistencë, u kthye në forcë. Falë edhe mësuesit Sherif, i cili për asnjë moment nuk u lëkond përkundër humbjes dhe ramjes së djalit e tina, ai gjente forcë, gjente moral që ne të na fuqizonte dhe të na jepte kuraje që lufta patjetër që do të vazhdonte. E ka ditë që do të vritet, se është përshëndet edhe me djalë, atë natë me 25 mbrëmje, edhe i kishë pasani shoku që unë u përshëndeta me djalë, edhe jemi në luftë, nuk dihet çka. Ne vazhduam luftën, por gjithmonë me emrin e Fatosit, me shpirtin e tij, me mendjen e tij, të cilën parimisht një shitje operativ Plumbi edhe e ka ruajtur dhe vazhdon të ruajë edhe pas kaq vitesh. Nëna e Fatosit, Mana, kur mori vesh për rënjen heroike të birit të saj, Fatosit, e kishte përjetuar mjaft të rënd, por nuk ishte likështuar. Asaj ju kujtuan fjalët e Fatosit. Dëshmorët nuk qahen, as nuk vajtohen, por këngë ju këndohen. Kur dëgjova unë që ka ra dëshmorë, dëgjova për me, unë ola edhe thash lavdi qoftë. Edhe pse
Dhimbja ishte gjithsesi, po me gjitha të krenaria ishte ma madhe se sa dhimbja. Mbrami, kur kemi ndëgju, mu ka të reguën Hisen Krasniqi, mu nuk e di që me spjegu, më ka edhe zemër me ka li kështu kër këm ndëgju, se kam qenë shumë i afërt me ta, edhe pse kam pas vëllau, po e kam ndëgjit edhe si shok. Baba, kër më tha veç, ma bëjke një pyetje vjullë, sa do më bëhe furt. Unë nuk më isha që kam i thonë që bëjsha jo, më së më thë kur gjo babë se nuk mëj, tha jo më bëhe furt. Atër ka full këkonati batë, si tha, babë tha ka dojtë se e tranuve, tha kjo për edin, tha që e ka gjithë këto dhe mu. Atër këmë thonë, nuk më isha me thonë që krejtë u vrame e të kështu në vend, tha sha u plagus fatusja, tha baba tha jo plagus, tha po u ranë vend që shbinë trimat. Në Mbrëmje jemi organizu me familjen, jemi shku e kemi marrë na vetë, une në gjimi Kelmendi, Danush Krasniqi, Pibirmeni me emne, Faredin Shala, Gjavit Kiqina, Ali Shabani, nuk më kujtojt kush ka qenë tjetër. Ne kemi prunë prej Gyrkës Bajinësës natë atje dikterit të shpija, kemi prunë mes natës. Me një grup shokësh, jemi ardhë në orët e vunat Mbrëmjes dhe kemi tërhekur trupin e tij, mu në këtë vend këtë, ku e kemi dërguar në fshatën e tij fillimisht të lindjes, në fshatën e Grefs. Të nesëm e kemi bërë ceremoninë, si që ta ka një ushtarit, një dëshmorit, me nderime ushtarake. Rivarrimi është bërë dhe sistematizimi i gjithë të rëndve në malet dhe fush betejat e rajonit të Drenicës, pas lufte dhe tash eshtrat e tij janë mesin e një kompleksit memorial Plumba të Lirisë, bashkë me gjithë bashkëftarët e Fatosit e tanët. Ai ka qenë një djalë i guximshëm, një djalë trem, një djalë që s'u ka frigu as rënjes, gjë që edhe e bëri në fund për çështjen e Kosovës, për lirinë e Kosovës. Ai nuk mundi ta gëzoj lirinë e ne, po ai çdo herë e ka përkushtuar Kosovën që tjetë një vend demokratik dhe t'jemi një vend i fort ushtarakes. Edhe jetën ja ka kushtu luftës dhe lirisë të Kosovës. Janë historia dhe mbetën histori, sot ka shqiptaria, sot ka shqiptarë. Familja Krasniqi për kontributin e jashtëzakonshëm në luftën për liri dhe pavarësi të Kosovës, ka marrë një varg mirënjohjesh nga institucionet shtetërore dhe lokale të Kosovës. Pas dorëzimit të certifikatës dëshmor i kombit nga Komisioni Shtetëror për Vlerat e Luftës së UÇK-s, mirënjohja më e lartë me motivacion për trimëri dhe sakrificë për lirinë e Kosovës, familjes Krasniqi, më 6 mars të vitit 2020, ju dha nga Presidenti i Republikës së Kosovës dhe ish udhëheqësi politik i UÇK-s Hashim Thaçi, me të cilën biri i saj, Fatos Sherif Krasniqi, u dekorua me urdhërin më të lartë shtetëror, Hero i Kosovës. Edhe ajo ditë ishte, për mendimin tim, një ditë e lumtur, një ditë e gëzueshme, por edhe një ditë krenaries, që pse djali jon, vëllavi jon, bashkëshorti, shpallët hero i popullit, nga presidenti i shtetit, nga Hashim Thaçi. E në mesin e qerave në bisedës si për presidentin më tha se shtëpia ju i tha është edhe shtëpia ime. Edhe ashtu ka qenë, se gjatë 2 muaj ditë kanë nej shtabi përgjithshëm ka nej në Basit Qazem, aty ku kulla. Dhe do më thonë, kishëm një knaqësi dhe ndajtëm shumë të knaqër me atë ditë, me ndarjen e ati trofeu, unë po i thonë trofej, se është trofej madhë, të shpallësh hero i popullit tanë, i adheu tanë. Ju jemi shumë krenar, dhe pësë është dhimbja, po krenaria e më poshtë në dhimbjen. Presidenti Thaçi e nderoj luftën e lavdishme të Shtrisë Lëndimtare të Kosovës, e respektoj dhe çmoj shumë njësitin operativ Plumbi, sepse ishte heroi i parë i njësitit tonë që tashmë mori titlin. Dhe presidenti Thaçi ishte ai i cili e vlerësoi në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse e njehte edhe nga vijat e frontit, e njehte edhe nga pjesa e mëhershme atoj dhe na dha, si me thonë, edhe një vlerësim jashtëzakonisht të lavdishëm, por që ne e respektojmë, nderojmë
ishte meritor, që është të vërteta fatosi, me shumë bashkëluftar tjerë, dhe për ne ka qenë deri madh, dhënia e çmimit hero. Jam shumë krenare me Fatosin, po jam shumë krenare edhe me 2 fëmijët e tij që i kam rrit. Djali i Fatosit, Albini, i cili kur babai i tij Fatosi ra dëshmor, kishte vetëm 2 vjet. Ai tani është burrëruar dhe është nën oficer në shtabin e përgjithshëm të Forcës së Sigurisë së Kosovës, ku vazhdon të kontribojë për realizimin e dëshirës së babait hero për të ndërtuar e zhvilluar ushtrinë moderne të Kosovës. Ndërsa vajza Herolinda tashmë ka mbaruar studimet universitare dhe kontribon në ndërtimin e administratës komunale në Drenas. Edhe pse kam lindur 7 muaj pas rënjes heroike të babait tim, çdo histori, çdo kujtim që kam dëgjuar më ka mbushur me krenari. Më ka inspiruar që të bëhem e fortë, të vazhdoj përpara në ndërtimin e një shoqërie që babai gjithmonë ka ndërruar. Krenaria është shumë e madhe kur prindi është dëshmur, për secilin fëmijë është prindi ai i cili e bën udhërafimin e jetës një fëmije. Po është jashtëzakonisht shumë krenari e madhe kur e ki prindin dëshmur që të karon në altarin e lirisë për të ardhmen e fëmijëve të vetë fillimisht edhe të fëmijëve të krejt vendit. Pikërisht, krenaria shumë e madhe që e humë pas për prindin si dëshmur, u ka edhe është njëni prej idollëve të mia shumë të mëdha, edhe amanetin e tina që ka mbet për gjysmë dona me vazhdu, edhe me ndërtu ushtrinë e Kosovës një ndër më të fortat në rajon. Si ushtarak i Republikës Kosovës, pikën e fortë e kam që mbështetja familjes është 100%, se e nonës, e motrës, po ashtu edhe bashkëshortes. Po fokusi jam më i madh është që me shu përpara si ushtri, si vend, që dikush e ka lakit tokë me gjak, të paktën na me djersën tonë ta mbrojmë edhe ta shtyjmë përpara. Nëna e Fatosit, Man Kelmendi Krasniqi, e cila ka ndëruar jetë më 25 nëntor të vitit 2020, sa ishte gjallë e kishte lënë amanet që të varroset pran lapidarit të birit të saj hero. Në amshim, ajo sikur vrojton foton e birit të skalitur në lapidarin që simbolizon heroizmin për liri dhe kujton fjalët e Fatosit gjatë luftës skalitura në këtë plak mermeri. Erdhi koha për bashkim kombëtar. Dëshmorët nuk jahen e nuk vajtohen, këngë krenare për ta këndohen. Ju nënat tona, të gjitha jeni heroina të kombit, se lindni, rrisni edukoni dje me vajza, që për atë dhe japin jetën si me le. Familja Krasniqi, babai Sherifi, djali Albini, vajza Herolinda, motra Shqipja, bashkëshortja Vjolca, mbesa Arja dhe nipi Troji, bashkëshortja e Albinit Bleranda, së bashku me bashkëluftëtar të Fatosit, vizitojnë kompleksin përkujtimor Pëllumbat e Liris në Negroc të Drenasit, ku pushojnë të qetë dëshmorët dhe martirët e Liris të njësiteve Plumbi. Ata vendosin lule dhe nderojnë herojnë e Kosovës, Fatos Krasniqin dhe bashkëluftëtarët e tij. Lavdi. Të gjithë familjarët e dëshmorëve, të gjithë shqiptarët, pa marrë parasysh ku gjenden, duhet ta njohin këtë vlerë të madhe të jashtëzakonshme, këtë arritur të madhe të jashtëzakonshme të shqiptarëve. Është vlerë kombëtare, nuk është vlerë vetëm e shqiptarëve të Kosovës, po është vlerë e gjithë shqiptarëve. Sepse një herë përgjithmonë Kosova është liruar nga një okupator shekullor, shumë i egur, nga një okupator fashist, cilën vetëm populli ynë e ka shijuar ato vështirësi, ato të këqija të cilat i ka bën Serbia ndaj nesh. Do me thonë, është vlerë e jashtëzakonshme që duhet patjetër ta njohin. Të nderojnë dëshmorët, të nderojnë luftëtarët. Ne do të më të fort se kemi përjetu. Kjo ka qenë luftë, nuk u ditë kush shpëton. Po
inshallah gjaku i tyre nuk harrohet kur. Fatosi është hero i Kosovës dhe mburremi të gjithë me te. Ka qenë dhe do të mbetet heroi i ushtrisë shërlimtare të Kosovës. Si Fatosi, ai nuk vdes kur. Fatosi është i gjallë, vetëm fizikisht nuk është me ne. Edhe sot, pas kaq vitesh, shokët, bashkëluftarët, miqt e kujtojnë me pietetin më të lartë. Vetëm duhet të këndojmë dëshmorëve të thurëm lavdi për jetë të matë derisa të ka tokë e qiell. Heroi i Kosovës, Fatos Krasniqi, me veprën e tij sublime për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, tashmë ka hyrë në përjetësi. Ai dhe të gjithë dëshmorët e tjerë do të përkujtohen për herë, jo vetëm nga familja e bashkëluftëtarët, por edhe nga mbar populli ynë, edhe nga brezat e ardhshëm, si dëshmi të sakrificës dhe vetë flijimit për atë dhejë.